Zoti Kurti ka përqa, ka tentu me përqa opozitën, ndërsa opozita se ka përqa veten, po jenë përqa me zotin Kurti, dhe i kanë tregu Kurtit që na si jena të interesum me bisedu ma me ty për këto tema dhe për këtë çështjen e presidentit, dhe tash na dojna me shku në zgjedhje, tash kjo nuk i konvenon Kurtit as një milimetër me shku në zgjedhje. Gabimi më i madh do të ishte që Kurti me shku me çu shtetin në zgjedhje dhe mos me shu pre deri në fund. Pra, nëse LDK-ja ka për një me propozu Vjosa Osmanin jo me bloku, atëherë le ta propozon, nëse edhe Kurti pajtohet, pse jo, nëse pajtohet Kurti me bashkëpunu edhe njerë me Vjosën, edhe pse s'ka pas kufar bashkëpunimi, 2 vjet e mroma me zonjën Osmani, ka lujt këtë lojt ndryshme domethënë politike. Zonja Osmani ka lujt një politikë të vetën të jashtme, ndryshe, ky ka lujt një politikë brenda shtetit edhe me ndryshe, pra ka pas shumë mangësi të mëdha domethënë të koordinimit, edhe pse ju e dini që kushtetuta jon lejon koordinim politik midis presidentit të shtetit dhe kryeministit, pra natyrisht lejon edhe mundësitë të bashkëpunimit të ngushtë, koordinimit politik ndërkombëtar dhe vendor për tema nacionale apo shtetërore. Mirë po, ata në ndërkohë kanë bërë tema tjera, apo janë sjellë ndryshe dhe secili ka ecë rrugës vet, me thonë. Edhe 2 vjet e mroma u pas që s'do të jetë më zonja Osmani, me zotin Kurti, dhe ky ka tregu që ti nuk i ki votat, ty s'po do në opozita, realisht opozita se do në zotin Kurtin, ko për ashtu. Pra, unë mendoj që opozita është e bashkume vetëm në temen individuale, se intereson edhe asajna me shku në zgjedhje, po s'ka kurfar bashkimi shtu apo ndonjë platformë politike tarme, se po të kishte, atëherë ne kisha me thonë kështu. Nëse ata kanë unifikim edhe po dojnë bashkim, ata atëherë do të bëjnë koalicion dhe do dalin zgjedhje kundrejt Kurtit apo lëvizjes dhe vendosin me një koalicion të vetëm. Pra PDK, LDK, AK, do dalin trijat bashkë, atëherë besojnë në unifikimin e opozitës. Kështu nuk besoj kurrë këtë farë unifikime. Ata unifikon vetëm vendimi negativ ndaj Kurtit. Kurrë tjetër.